Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi në emisionin Rruga Ndryshuar me profesor doktor Shevqet Krasniqin, si zakonisht çdo të ejtë mbrëmë nga ora 21, drejt për së drejtin në radio televizionin Iliria, po ashtu edhe në faqen zyrtare të hoxhës doktor Shevqet Krasniqi. Për pyetjet e juaja mund të i bëni përmes linjës telefonike, njëkohësisht edhe me SMS, për të cilat do të përgjigjet hoxha i nderuar. Hoxha, selam aleikum i serve. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë, pa humbur kohë, do të shkojmë me pyetjet e para të cilat kanë arritur me SMS, ku thotë nëse pas marrëdhënieve intime do thotë nuk jemi të pastër, a ne lejohet të lexojmë Kur'an apo të themi sura apo dua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thoj ndryshe në raste kur njeriu është i papastër dhe ka nevojë për gusl, për pastrim të tërë trupit të vetë, të dy gjinit, mashkull dhe femra, a ka të drejtë lexim të Kuranit, a ka të drejtë me thonë dovë, lutje, istikfare të tjerë. Njeri kur është i papastërt, mashkull apo femër, gruaja apo burri, u lejohet të bëjnë dhikrin, të lutën, të vinë istikfar, të përmendin Allahun, e të tjerë, përpas leximit të Kuranit, i cili ndalohet për të dy gjinit. Njësoj është edhe për femrën gjatë traditës e saj të përmëshme, po ashtu edhe për femrën e cila është lehon pasi të ketë lindur fëmijë. Pra, Kur'an nuk lexojnë asnjë nga këta, ndërsa lutje, dua, istikfar, po. Kjo për faktin se njeriu kur është gjunub, apo kur është i papastër, gruaja apo burri, apo me të përmëshmet e saj, apo lehon, ai apo ajo nuk janë të ndytë. Nuk janë të ndytë. Kështu që lejohet të përmendin Allahun, të bëjnë dhikr, dua, lutje, por jo të lexojnë Kur'an. Jo të lexojnë Kur'an as me mushaf hapun, edhe as përmendësh. Përpas nëse ndonjë ajet kuranor, ndonjë lutje apo dua është formë të një ajeti kuranor. Për shembull, thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Është ajet kuranor, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Por nuk e thot me qëllim të ajetit, por e thot me qëllim të falëndërimit Zotit të gjithësisë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ose thot Rabbana atina fid dunya hasana, o Zot na në dynja të mira, o fil akhirati hasana, dhe në ahiret mira, e që është edhe ajet kuranor, por kë e thot me një të lutjes së duas. Ose Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. O Zot, mos na devijo zemrat tona pasi që na ke udhëzuar. Pasi ke udhëzuar këto zemra, mos janë nxjerr hidayetin udhëzimin. Pa bën lutje dua me na forcu Allahun din, me na rujt neve dinin Allahu. Dhe ajete tjera, ku në fakt kanë ardhur në formë të duas lutjes, dhe robi i bën këtu lutje, këtu dua në përmjet të ajeteve. E që njetin nuk e ka me lexu ajetet kuranore për përsëris, por njetin e ka dua dhe lutje. Kretë këtu bëjnë pa asnjë problem për këta njerëz të cilët e kanë vajib obligim guslin. Kur është gjunub, kur është me cikël mujor, kur është me lehoni, e të tjerë. Allah shpërblet, do të vazhdojmë me telefonatën e parë për sonte, inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Ishta një lutje hoxhës me abo juve si emisionin se ka mundësi, një ngoj me vitet tëra, e di që me herët ka pas, para se me fillu me pyetje, ka pas edhe ders kort,
E që ajo po na mungon shumë që hoxha pak më na kallëzu të një ders të një temë të ndryshme, para se me dalë direkt në pyetje. Në rregull, faleminderit për sugjerimin. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Kemi pas një fund. Po qysh ja, po një 10 vjet. Mas pak të 10 vjet. Në veçanti në radio kur kemi qenë. Dhe për pas derseve që kena pas, kena spjegu edhe libra. E shumë gjana. Jo që më ka dalë pe i mendësh këtë çështje. As që përdojnë me ikë. Ma dje unë e përkraj këtë ide. Personalisht më pëlqen kjo më mirë, më duket më dobishme, favorizoj. Por, çka me bo që njerëzit duan të paraqesin pyetjet e veta. Dhe nuk e pritet. Dhe janë të shumët. Ata të cilët në thonë se me marë edhe më shumë pyetje për më në dhënë përgjigje. Tani nëse kthehemi ne në ata që po thu ti, edhe unë po them me ty bashkë, i hinën hak tyne. Nëse rrim këtë që jemi tani, i him në hak ty dhe qiftave tu që ka dhe të tjerë, të cilë ne kanë bërë të njëjtën kërkesë. Kënë nga njëra anë, nga ana tjetër, ne kemi derse edhe tjera tash. Facebook e YouTube. Gjitha rrjetet sociale. Kemi tefsirin, ku krejt këtu derse, këtu nuk bëjnë sa tefsiri. Krejt këtu nuk bëjnë sa tefsiri. Kemi hadithet e Buhariut, të cilat në vazhdim jemi duke i gjëzuar. S'po di. Përndryshe faleminderit shumë për këshilla, Allahu që përbleft. Amin. Përndryshe, siç e the, ka shumë telefonata, shumë pyetje të cilat zakonisht mbesemi bërgj, pra kemi persona që kanë thirrë deri në 100 herë, 200 herë dhe s'kan mundur të marrin. 500 herë në mirë. Nga Amerika dhe nga vende ndryshme të botës. Përndryshe ndërtej çdo shtunë dhe të diele ora 21 keni tefsirin e hoxhës që transmetohet, edhe keni pa ashtu dhe repricat e këtij emisioni të martë dhe të ajtëv, që janë të shtunë para nga ora 16. Edhe sa e Buhariu duket diellën, kur e Po, Buhariu të shtunën në diellën. Kur nuk ka i kompenzojmë me tefsir. Po. Pra kemi ligjata të mjaftueshme edhe në ndërtej për ata që dëshojnë me dëgju. Kjo arsye është sepse ka shumë pyetje dhe shumë mesazhe. Kalojmë tek telefonata radhës pa humbur kohë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po. Përshëndetje hoxhën e nderuar edhe ty zotëri që po udhëheq emisionin. Faleminderit. Deshta me pyet hoxhën për një, me thonë dodhi që më ka ndodhë, e posh këtë filmin që kanë qitë Tomerit, radhiyallahu anhu, me thonë film apo serial, tash s'po di që me qujt, edhe e kum lexu në Kur'an, e kum do me thonë përjetimet që i kanë bo sahabët e tina, po si kun film nuk kum përjetu që ashtu do me thonë. Rën, s'mo me ta thonë rën, po e kum përjetu do me thonë njërë të veçantë. Ka pas epizoda për shembull kur ka pranuar Omeri penën s'pari herë që edhe më ka ndalë lëtë, do me thonë qa shumë kum qaj që kum po atë skenë. Po ndodhia nga ndodhë, do me thonë masi e kum po dërgurin e Allahut onër 3 net radhazi. Profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. 3 net më ka ndodhë radhazi,
Në natën e parë po shukëzova, thash se be filmi zare që kom pas qatë ndjesit mëlle, e lash. Nesrit, bijesha, përsëri do më onë dynat e para nuk di me spjegu ondën, që kom pa veç e di që kom pa profetin e Allahut. Ndërsa natën e tretë kom pa ondën, se kur t'jem fizikisht në qabe, e pash profetin me gjithë sahabët e ti të bo 3 herë të avarë rrët qabës. Edhe, do më thonë, pajsha me një shamit lidhur bardhë rrët kokës edhe bluzën e zezë dhe në fund kambe dhe një shkop, mbajtur me një shkop. Ftyra ati shëndrit këtë ngjyrë bardhë, do më thonë, ndryqejke me ngjyrë shumë e bardhë. Edhe me filloha të mendoj thash, a ka ndodhë kës për shkak që kum përjetu dhe më thonë filmin në atë mënyrë, apo nuk e di. Dhe ishta vesh tash pyeti për... Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Faleminderit shumë, përshëndetje gjithë faleminderit. Pra ishte ndikuar ose emocionuar nga filmi Omerit radiallahu anhu, pastaj ka po ëndër pejgamberin selam 3 net rradhazi. Filmi e Omerit radiallahu anhu është, për mendimin tim, filmi më i mirë që deri më tani është incizuar, është xhiruar. Është filmi më i mirë dhe më i saktë. Sepse skenarin e filmit Omerit e kanë redaktuar, korrigjuar ulemat me dhej, të njohur, të dëshmuar. Pastaj gjërimi është i mirë dhe është shumë preks. Dhe unë nuk kam ujtë me pa krejt, se s'kam kohë, ama qef kam me pa krejt. Pastaj ndoshta unë që një historinë, bukur mirë, dhe tash kur e shët, në fakt kërë kom pasës, më të se kom pasës, sa vite, në filmat të ngjarje, duke se kurse për përjetën vetë, dhe shumë e prekshme, dhe thaqet ka ndonë letë, edhe më ka ndonë letë edhe më knasht i kajtë, disa herë, për atë që kam pa. Se për shambull, kërë ka kapë mërtaje bo bejden, dhe ka vdekur, se se ka kajtë Omeri. Për te, dhe shumë raste tjera. Filmi Omerit, nëse më lejohet e 2 fjalë, nuk është bërë këtë rasisht. Nuk është bërë filmi Abu Bekrit, biografia e tij, për e Omerit. Për disa arsye, më kryesorja është se Omeri është njëri më i përfolur për shijave Rafidi. Dy personalitete kryesore të krejt sahabëve, shijat Rafidi i kanë shibel apo halin sy. Aishën dhe Omerin, radiallahu anhu. Ata i kanë krejt sahabët, i kanë krejt sënë e ehli sënnetin, edhe mua ty në kanë. Por jo si Omerin dhe si Aishën. Prej sahabëve këta dy kanë më të veçantit. Ata të cilët e kanë bërë këtë skenar, kanë dashur me tregu se ja kjo është Omeri. Të cilë një për e urreni. Dhe kjo është historia e tij, e bazuar në librat e historisë, jo romanet të njerëzve të cilët fantazojnë, imagjinojnë, por e bazuar në transmetime, në tregime të vërteta, në libra historik të dëshmuar, për vërtetësi, për sinqeritet, nga ulemat islam. Kjo është Omeri. Këto janë veprat e tina. Çka ka këtu diçka me rrejt këtë njeri? Gjeni dikon që ka me rrejt këtë njeri? Gjeje.
E sigurisht se në anën tjetër e tregon edhe një lider shembullor, të drejtë, të papërsëritshëm në histori deri sot. Tregon se bota vuan për një lider sikur se Omeri. Bota vuan. Dhe kur bota nuk ka pas, as nuk ka me pas lider sikur se Omeri. Dhe kur njerëzit më të sigurt e më të qetë, nuk kanë qenë as nuk kanë me qenë. Kur njerëzit nuk kanë pa drejtësi më shumë tokë, sa sa në kohën e Omerit. Dhe çështja e ëndrrave ka mundësi që je ndiku shumë, për ata që pa ëndrat ka mundësi, por ka mundësi edhe thjesht Allah Azza wa Jall të ka mundësua pa ëndrat bekuar, inshallah ta mundësën Zotë shka në nëmra pa në haqë, pasi që e ke pa duke bo tavaf. Do të vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, urnoni. Deshta një pyetje hoxhës. Po, Deshta me pyet për duan, një dua që është që ka munguna për jetës sociale shumë shpesh, është kjo duaja Allahumme inni eseluke bi inni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta el-ahad el-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A është e vërtet që kam një se kushdo që e thot këtë dua edhe e bën një lutje, lutja pranohet. Nuk e di a jam e qartë për hoxhën. Ta kuptova. Po edhe një pyetje tjetër, nëse ka mundësi shumë shkurt. po, Më ka vdek motra, do me thonë në aksident, e ka shkel një makinë. Dhe gjatë procesit dëborimit gjenazës kur kanë ardhë, që ka ardhë motra prej spitalit që ka ndru jetë atje, edhe kur kanë ardhë njerëzit, do me thonë kusherin ka këto, kam fillu prej të dera atje me kajtë, me vajtu, edhe babi ka dalë ju ka thonën, nuk ka nevoj këtu me dalë, me vërtit edhe me vikat, se kjo është e vladi jem, kur une për shemu po bëj sabër, ju nuk keni nevoj. E ta është prej ati momenti, dyqysh shumë njerëzi ju kanë idhnu babit. E babit qëto a ka bo mirë, a ka bo keq. në rregull, faleminderit për telefonatën një A jam e qartë? Po, Po, qarta, faleminderit. Allah ju shpërbletën. Amin gjithëve inshallah, tek duaja në faktikisht diskutuar të mirë. doja mas pari, po. Kjo është hadith. Kjo është hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili thot Allahu min yes'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dhe lutet pas saj ja pran Allah duan. Duke potencuar se në këtë dua mund të jetë emri më i madh i Allahut Azza wa Jall. Pra është një prej duave ku robi me ata emër nëse lutet nuk i kthe duaja mrapa. Dhe kjo është hadith. Kjo lutje, kjo dua, është një prej lutjeve, të cilat pejgamberi ka thonë për to, sallallahu alaihi wasallam, ai cili lutet me te, e pastaj e bën një dua tjetër, një dua çfarë don, nuk ja kthen Zoti. Dhe kjo jep me kuptuar që ne gjatë lutjeve tona që drejtojmë Zotit, përpas asaj që fokusohemi më lutë sa ma me zemër, ma sinqert, me i nxjerr fjalët me shpirt, jo vetëm me të guhës, po nga zemra, dhe mundësisht edhe me let, përpas krejt kësajna, me ja parapri lutjes, falendrim Allahun, salavat pejgamberin, dhe ndonjë lutje dua
Të tillë që ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shembull, ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum. Ose thu kulem Allahun, ose thu elhamdulillah, ose thu këtë që tha këto. Ose përmend në Allahut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Emri i Allahut, i cili më së shumti është përmend në Kur'an në formë lutje është ya Rab. Rab. Edhe në hadith pa është ya Rab. Rabbena atina, Rabbena ighfir lana, Rabbena atina. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Për ndërtu edhe këta. Allahumma inni es'aluka بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Po. Jemi telefonat, pastaj hap përgjigje rreth gjunazës së motrës. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum E selam. kam një pyetje për hoxhën. Po. Në fakt është amanet për hallës, kur na ka dek gjyshja, edhe para se me dek ka thonë haj me det, haj, çfarë për pjesë e koka nuk po i mund gjit. Tani ka thonë, o Allah, a më jep veç 5 minuta ku? Tani ka thonë, ama veç 1 minutë ku? Edhe në fund e ka thonë shahadetin me zosh shumë të madh. E halla po do me dit, a ka ndaj kuptim këta 5 minuta ku që i ka lyp, edhe që kjo për pjesë, a ka ndaj kuptim që e ka thonë. Më rëndësi ka vdek me shahadet. Shahadetin në fund e ka thonë. Po dhe, më rëndësi ka vdek me shahadet. Po. Rregull, faleminderit për telefonatën, natën e mirë. Faleminderit e juve, natë e mirë. E motra pyeti që pra motra saj ka bërë aksident në aksident dhe ka ndrujet dhe kanë kajt kushit të afërmit, ka dalë baba e ka thonë që kjo është lodë jam, s'ka nevojë me vajtu, e ju kanë prek. Kanë lidhë numrin fare. Allah, baba në mirë paske. E i meqëm, e bukur, të mu menë më së pëshetni. Vo e vladë është i jemi, juve nuk e dhimë më shumë se mu. E i në muslimon. A kim ka urra, me peskate bërtit me vajtu. Muslimon nuk vajton. Muslimon nuk vajton. Pejgamberi ka mallkuar. E ka mallku. Ata që vajtojnë, dhe në hadith tjetër ka thonë, lejse minna, men shaqqal gjujub, o darab el khudud, lejse minna, men darab el khudud, o shaqqal gjujub, o daa bidawat il gjahilije. Nuk është prej nesh, a i cili darab el khudud më shëftyrës, të vajtu më shëftyrës, i qkyn teshat, i nuk flakt. O daa bidawat il gjahilije, edhe janë se vajtan atje me gjahilije të kane, pasha këta, je kane, nana, baba, lura, këta dijuna të farë. Nuk ka bëjnesh, s'ka bëjmë islam. Mësë mbërtet, mësë vajta. Shumë mirë ka ba. Njëra jo rritë. Jo të më mërzit, po jo me vajtu. Më mërzit së më në nalë. Më mërzit nuk më në nalë, nuk e kinë dorë. Vajtuarët e kinë dorë. Për ata Allahu nuk në ka ndalu neve diçka që se kemë dorë. Mërzin se kinë dorë. Mërzin se kinë dorë. Vjen mërzia. Në moment kur në gjënë që ka vdik dikush, vjen edhe masanej. Pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe Rasulullah kanë. Pak para se me vdek, pra shumë herë për ndërto edhe pak para se me vdek, për herë të fundit. Ka shku të varrezat e Uhudit. Dhe sa larg, 5 kilometra e në kom. Si për varrezat që janë varrezat e Medinës, ka shku shpesh. Dhe u lutë për ta dhe ka kajt. Alayhi salatu wassalam. Dhe me thoma sa viteve. Nuk ka gjatë keqë. Jakubi alayhi salam, sa ka kajt për Jusufin?
wa biyaddat aynahu min al-huzn. Allahu ka përshkru pe mërzis ju kanë zbardhur syt. Kuptim figurativ ju kanë verbuar syt. E syt verbohen pe i ledve të shumë, ju kanë shterë. Të i kajt. Dhe i dërguar i Zotit. Mërzia vjen vetë ju. Vajtimin e shtin ti. Ti e shtin. Për me kallëzuar që me reklamuat vetën. Me reklamuat vetën që unë e mërzit tamam. Le të më shojnë këta që unë e mërzit tamam. Se ka muslimon e hi ashtu. A i puna haram të një. Baba ata që ka bërë, e ka bërë shumë me vend, Zote pa guft babën tënë, e motrin tanë, inshallah, Zote ka mëshiru. Po. Da shkojmë me një pauzë të shkurtër dhe pastaj rikthehemi në studio për të vazhduar tutje që ndronë me ne. Mr. Teiz, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndryshuar me profesor Dr. Shevqet Krasniqin. Edhe me tutje, linja telefonike mbetet e hapur për gjithë ju që dëshironi të bëni pyetje e pastaj me marr këshillat apo përgjigjet. Ajo motra pyetje për gjyshën e vendit s'po gabojm, pra se me dek e ka thonë fjalën haj me det të haj, çfarë sprove ku kam, ndërkaq Çfarë pjesë ku diona, edhe pastaj ka thonë mas 5 minutave kështu më radhë dhe fundi ka qenë me shahadet. Këtu nuk kanë më rëndësi që është e fundit, më rëndësi veç një. Plaka ka vdek me shahadet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet ka thonë men kana akhiru kelamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Ai që fjala fundit e tina është la ilaha illa Allah, fjala fundit kësaj dynjaje, që vdes me te dakhala al-janna, ka për të hyrë në xhennet. E që nën kupton vdekje e mirë, shumë e mirë. Personi i cili vdes me shahadet, mos së mërzetni për ta. Ai të mungon. Shumë të mungon. Dhe kjo varësisht për i lidhe që ke pas me te. Mërzitesh për mungesën se të mungon, për mungesën e ti. Por, prap se prap, nuk ja vlen më mërzit, kur Zotja pruni deken me la ilaha illallah. Kur fundi është i mirë. Kur fundi është i mirë. Sepse kur fundi është i mirë, edhe fillimi i botës tjetër është i mirë dhe vazhdon mirë deri në xhennet. Tani, nëse ti e din që i dashur yt, baba, nana, vlla, motra, është mirë atje, e na ku pedim, pa pedim për fundit. E fundi kësaj dynja është fillim botës tjetër. Që a mundësi Zoti me dek me shahadet, po shpresojmë të Zoti shumë, që ai në varr e ka jetën e mirë. Pra është mirë, masi është mirë, nuk pa mërzitna, veç e me kanë mirë, po ai është mirë, sepse fundi ka ardhi mirë, sepse Allah s'ja mëson çdo kujt me thanë shahadetën në fund. Nimet i madh është, njeriu me thanë shahadet. Nga se në agonit vdekjes, çdo gjë ndryshon. Njeriu mo nuk është vetvetja e tij. Njeriu mo nuk filloi me dalë për kësaj dynjaje. Të dalësh. Andaj edhe nuk i shifet për të madh nëse flet ndonjë fjalë. Siç është populli Hashamet. Të marra pa të prapt. Nuk i shihet për të madhe. Ne marrëm parasysh fundin, ka dhara shahadet, elhamdulillah. Allah e pas mëshiru, po. Kalojmë tek telefonata tjetër. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Do është një pyetje për Hoxhën. Urdhoni.
Vajza tash ka me lind në kohëve të fundit edhe po do të me ditë a është gjuna me thirrë fëmia mam apo do të me thirrë nom. Ajo thot nuk e kam problem, qysh është më mirë me thirrë. Faleminderit, ju përshëndesim. Edhe dashta edhe para një muaj dite, unë jam prej Unazave, ka me 27 vjeç që vuj prej Unazave, nëpër ju më kanë gjithka. Para një muaj dite, ju shku të një është plak, një mjek popullor, po ato është dashtë prej Shokënalt me kone zhveshne. Unë jam edhe me mbulesë, po se kom ditë, kur jam shku ato se kom ditë që duhet me konë që ashtu e zhveshne, po redhimve të mëdha jam detyruar që me pranu edhe që ato, a kom bo gjina ose qysh, në qëfëso gjina, me qka muj me shlyje. Unë edhe lexojnë ka pak Kur'an e kështu, po prej atyt nuk e një vetën rahat. Selam. Merë një përgjigjen pas pak, aleikum selam. A non, a mam, pyetja parë. No. Ma shqip. Pyetja dytë, thot, vuj që të sa vite për Unazave, kam dëgju tek një mjek, pra mjek popullor, e s'kam ditë, kur kam shku aty është dash më desh, pra shuke për pjetë. Pra jam me mbulesë, qysh me kompenzu këtë? Eran është kjo. Eran është e motër. Në përdi që ke pas dhimbje, por do të më lodhë pak ma shumë, ka doktoresha plot, fizioterapeute, dhe është dash me gjithë një doktoresh. Eran është, për muslimanën është eran. E dim, nuk dyshim që ti me qef se ke ban, por eran është. Ti veç e pendu të Allahun, ka që për robit kërkohet, më pendu të Zoti, edhe më vendos që më mos më këthy në atë vepër, më thonë atë Zot, mësë më sprava më, se nuk shkaj. Nuk desh në para borave të huj. Dhe nda shepe pak sadak, nuk është paqare. Kaq. Do të vazhdojmë telefonatën tjetër, alo? Alo, Selam aleikum. aleikum selam. Urnani? Deshta me ba një pyetje për Hoxhën. Qysh ka me konë gjendja në botën tjetër e këtyne personave të cilët janë diagnostifiku me skizofreni kronike. Nëse nuk falen, a kanë më shku në xhenet apo në xhehenem? Ata, Po. Me skizofreni. Në rregull, faleminderit. Ashtë qartë pyetje? po, Selam ki aleikum. fjallën për punë namazët, a dënohen nëse s'falen. Po, Apo, për bjetë që shtu. bjesa ta. Që qa, emrin që është ndush gjithja, dash gjithja shizofreni, dash thuj depresioni thellë, dash ku diun e terma tjere, po pra terma tjere, psikologjik, që është dush gjithja, ajo që ka na interesën neve se përket obligimit të personit, karshia Allahut Azza wa Jall, është a e ka trunin aq të kthjellë, është kthjellë sa që e kupton urdhrin e Zotit. E din se Zoti ka urdhëru më fal. E din se Zoti ka urdhëru me agjeru Ramazanin. E din se Zoti ka ndalu alkoolin. E din se Zoti ka ndalu mishin e derrit. E din se Zoti ka ndalu moralitetin zinan. E din se Zoti ka ndalu kamatën. Dhe kështu me radhë. Dhe kjo është një farë peshorja, që me të e matëm ne ka obligima se ka, namazin. Apo kjo është e farë perdja, që ndanë. Nëse se kuptan, të qka është e zdin? 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 Nëse se kuptan, të q
Pra, ka bllokim të trurit dhe nuk është në gjendje me perceptu detyrat, obligimet fetare, farzët, bien, pezullohen. Se ka bërë çagjerime, se ka bërë namazën e tjerë. Por nëse e kupton, atëri ka bërë që. Kalim tek telefonata tjetër. Selamu alaikum. Apo dëgjohemi? Nëse kemi në linjë regjia, apo ka ikur, po kalim tek një pyetje ku thot a është umre valide nëse shkojmë me kry umre për vete, pastaj krymë umre për prindër ose për dikën tek xhamia e Aishës radhiyallahu anha, sepse kemi dëgjuar që nuk preferohet. Po, nuk preferohet, por ka dallim me thonë nuk preferohet edhe nuk bëhen të lumt. Apo nuk preferohet, por lejohet. Ka dallim. Me thonë nuk preferohet, mirë nuk është ku ditë sa livdushme. Po me thonë lejohet, anë dhe lejohet, por nuk preferohet. Lejohet, por nuk preferohet. Për shembull, a lejohet më falë burri me krahë plot? Ka farmajice, farfanele, por i ka krahë. Ky më në thing ta këtu. Po. Të lutem, shkëlqyshëm. Lejohet, por nuk preferohet. A lejohet robi më falë në pijame? Lejohet, por nuk preferohet. Tamam? Nuk preferohet. Dhe këse rast tilla kemi sa të dush. Pra lejohet, inshallah, të një numër i dietarëve, jo të gjithëve, një numër konsiderueshëm ulemave kanë lejuar me bë umrën robi, umrën e dytë, e tretë për nanën, për babën, për të vdekun, për të gjallin. Një numër e tyre kanë lejuar, por nuk kanë thonë se preferohet, por lejohet, ndërsa një numër e ulemave kanë ndaluar. Kështu që më ia leju njerëzve, shumë njerëzve lejojnë, për ty në dhënë, nuk më jam dalë njerëzve. Shkoj njerëzit rrallë, shkoj një herë në vetë, një herë në 5 vjetë, një herë në 10 vjetë, për herë të parë shkon. Dhe ka qep një bo një umrën, një dharat, nanës, i ka dek, babës, grusa, burrit, ta. Kalim tek telefonata tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është një pyetje, doktor Shevçet Krasniqit, ose po mundsi? Po, ordoni jeni live. Unë po të frasë dikon për Evropës këtu edhe jem të interesuar me ble një kerr, një makinë. Ku je në Evropë? Në Evropë, në Francë. Po. Edhe në fakt, hoxhën e ka thënë një motër në ditë për Gjermanisë, po jalla hoxhën i fetfolën, zakonisht në Gjermani, Zvicër, këtu normalisht janë njëjtë, edhe i tha janë është një faqe, tha ku mësh me ble një vetur, tha edhe ta japin me këste normal të arritin çmimin, këta pe kuptojnë, domethënë që në Islam nëse rritet çmimi si ki porë në dorë, mundesh me marrë në rregull. Mirë, po e motra nuk e ka dhënë detajet, për shembull se kollë këtu në Francë, unë jam interesuar për veti, kom shkuar kompjuter, në fakt PPS dhe hoxhën, i kom thonë sa kushton ky kerr, ka thonë kushton 15.000 euro. Nëse i ki porë në dorë, nëse si ki porë në dorë, të rritet 2.000, po fakt këta ata thënë që si ki porë në dorë se e merr pineve si sallën, po në fakt ata të lidhin me një bankë dhe ta qesin kush, thot, nëse se pagun ti, thot hyp cinca, edhe ata i thënë komont kjo, ata nuk thënë që si ki porë në dorë, po kjo është 2.000 euro komont. A po kupton, tash deshta me vetë hoxhën për shembull, nëse ta le thot ai kimë pagu për shembull çto 15.000 kimë edhe 2.000 plus, po kimë pagu ti për 5 vjet ta mon me shembull. Tash më është 5 vjetë, ku të shkon çmimi, shembull mas 5 vjetë e pagun ti, ata në fakt në letra kur ta shkruajnë që nuk thënë që si ke pas porë në dorë, këta thënë që si ke pas porë në dorë, pa ta shkruajnë aty që është komont kjo. Kjo është ribot, domethënë sipas tyre interes, ai thonë po çaja është komont. Ama në fakt edhe ka kushte, dhe dishta me di se e motra nuk ja spjegoj edhe në shtatë në regull, këtë hoxhës nuk ja spjegoj, se qysh është, e tha pra një në kontratë foqe kemi nënshkru që është pjesa e kamotës. Urna? Pra në kontratë kemi nënshkru që është pjesa e kamotës. Po dhe sa ta thënë si ki porë në dërë, po e hoxha i pa thonë asoj motrës në Gjermani, po më duket ka qenë, tha, po, tha, mund të me marë, mund është me marë, pa e si e spjegoj që thonë ashtë. A lejohet që nëse ka mundësi hoxha me spjegu pak më në detaje, që se këtu ka shumë kërkesa rreth qësojnë ade, çmimi s'arritin, në fillim caktohet, kontrata bëhet. Thot, a den me marr po, thot, kushton 17.000 si ki porë në dorë,
edhe mashtrat si ta pagush, mas 5 vjetë ta caktojnë ata, normal ti morrin domon letrat e rrugës, kontratën, kjo pjesa dytë, Tamam, këto normal ja lypin gjithsesi, po edhe qysh nëse kom si pak më detaje. Kjo është gjatë, do të merrni pas pak përgjigjen. Faleminderit. Allah është përbleft. Selam aleikum. Selam. Që pas në Gjermani që kanë... Po s'ka pyet një motër tek në emision me marrë një vetur me, do thot me vlerë, nëse është me parë cash shembull 15.000, me pritje 17.000. Mirë, po nuk e ka cekë që në kontratë ku ta nënshkruajsh, nëse ja vonon parat, kimë hyp kamata, që shkollën në Kosovë. Pra thot zero kamata në momentin që ti ja vonon parat atij ose asaj, atë hyp kamata. Pra qysh në marrëveshjen kontratë po nënshkruan kamata. Po. Edhe kjo pak më gjithsesi më di asaj motrë që ka pyet ajo, pa ndëgjuta që ka më thonë. Po unë di fetvat e mia çka tham. Unë di çka flas. Edhe nëse nuk e maj mend, ai më thon filanit, unë di a është për meja s'është. Sepse di çka mund të flasën. Shëqa, një send mund të blej me parën dorë, një mall, se kjerë ma se përmendi, por mund të blejmë edhe me këste. Dhe në këtë rast, që kënë njëti malë mund të ketë 2 qmime. Njërin qmim nëse e blejna me parën dorë, ndërsa qmimi tjetër nëse e blejna me këste. Për shembull thotë kjo makinë kushton 10.000 euro nëse blejnë me parën dorë. Por nëse dënë me ta dhonë për 2 vjetë apo për 3 vjetë, atëherë e ki me këste, çdo muaj ka që pagun, por nuk është 10.000 euro, kemi pagu 12.000 apo 13.000 euro. Dhe kjo e zgjidhe njërin opcion. Thot për zgjidhe me këste për 3 vjetë, ka 4.000 euro se bjen mujtë, për me të lamra në 3 vjetë të milat 12.000 euro. Që kjo është në regull kredi qëtu. Nuk ka asë një arsye me qenë ndaluar. Por, me momentin që shkon pasene për mjetë bankës, dhe banka nuk bashkëpunon me individ pa interes, nën kupton që atë ka komat. Dhe komata është haram, dhe këtë kontrata bu haram. Kontratat e tilla për me marrë me këstën e për salonë, nëse nuk e qenë përmjet bankës, të bankë më një bë pagesën. Për banka s'ka të bëj kur gjë këtu. Banka veç i merr parët tua, edhe ja transferon atina, se ti atë që drejt për zetin kontën e tina. Pe kontestane, transferon kontën e tina, pe kontestane, kontën e tina, mbrana 3 vjetë e 4 vjetë, dhe sa ta lajsh krejt. Banka nuk përzihet atë, nuk ka kurfar kontratë banka me juve. Ndërsa, në shumicën rast që për të vlau këto, që ka bojnë këto, në për salona, shkojnë salonë, thëtë adëm të ashit në përmjet bankës. E që në kupton të e bënë kontratë pas të në me bankë atje. Dhe banka të ashety, aje të ashet me komat. Dhe bëhet haram. Po, bëhet haram, s'ka pik dyshimi aty. Sepse bankat nuk shesin pa komat. Nuk shesin pa komat. Qëtë bankat që janë sëtë, përëndimore, s'pa thëmë bankat e lindjes, është bankat përëndimore, nuk shesin pa komat. Edhe nëse thëtë, është zero komat. Të ka për kamuflash me mbulu. Sepse në bankë nuk ka zero komat. Nuk ka zero komat. Ata i kanë dhe kontrata 9 letra poshtë. Ose i kanë, po t'japin 20 letra, referat t'japin si me him provim. Sikur në provim një landë me mësu qaqë. Ata e din që kur kush se lezesh ato, edhe si merr vesh me lezu. Vesh në shkruan edhe. Vesh në shkruan çka, në rregull je.
Me bëne sa marë konflikt diçka, mas pajti me ta kur shkojnë shfund të tje, kada. Se na me letra punojna. Na jena se cenzurtar, na veç me letra, po e këto, qëre ku shkruan këtu. Jo se unë lexu. S'kem sa të bojmë na. Ti e kene shkruan shkrimit, po, e pa fshajrin. S'ka. Po. Kalojmë tek telefonata tjetër e radhës. Selam aleikum. Vetëm se nala zërin, ju lutem radios apo televizorit dhe komuniko vetëm përmes telefonit. Selam aleikum. Aleikum selam. E përshëndes juve dhe hoxhën e nderuam, doktor Shevçet Krasniqin. Po, Dhe është një dy pyetje. por nani. E pyetja e parë është a është veç feja islame, a janë edhe këtu, a kalon veç fejnë islame Allahi, a janë edhe këtu fe tjera për shembull ose ka shumë gjuhë. Edhe pyetja e dytë, a jemi kon përpara gjithë krishterë, se po thojmë para 1600 vjetë, so është, jemi kon krejt krishterë, s'ka pas muslimonizëm kërkunis. A jemi kon tonë në fe krishterë, a ka pas edhe në atë ku musliman. Faleminderit për telefonatën. Ju përshëndesim. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. A është veç islam e fe valide? Po, nuk ka dëshim të. Nuk ka dëshim të. Nuk ka dëshim. Ai musliman i cili dëshan në këtë parim, në këtë çështje, ai ka punë të keq me iman, e ka vetëm edhe një hap me dalë për feje, e që është nëse nuk e ka ditë, më jam kujtu. Për ndryshe del për feje me njëherë. Edhe nëse falë dhe agjeran. Pra për përsëris, muslimani cili mendon, s'pa thëmë për të tjerë, sa të tjerë mendojnë që fetë të tyjnë të mira. Të mira në koptim të kam fjale e drejtë, e pranushme, valide, të Allahu. Muslimani cili e ndjen vetën musliman, po të njëjtën kohë, edhe mendon se edhe fetë tjera janë valide dhe janë të shëndosha dhe se ka mundësi edhe iftar të tyre me hinë xhenet, ai ka dalë për dinit, automatikisht, i ka dalë imani për trupit, Allahu na ruajt, edhe nëse është falur dhe ka agjëruar, përpës nëse nuk e ka ditë, i mbetet një hapësir, një hap, ja spjegu që ke kujdes, beri veti mas, se nuk është ashtu. Dhe këtë e vërteton Kurani, prej fillimi deri në fund. E vërteton hadithi, sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vërteton madje dhe logjika shëndosh. Logjika shëndosh. Edhe me cilën duhet përgjigjemi. Nëse shkojna me Koran, që Koran është bërimi me i fort, dhe i palohatshëm, i pathyeshëm. Allahu i madhruar thot inna dina inda Allahi el-Islam. Feja e vërtet, feja valide, e pranuar të Zotit është Islam. Islam është fe. Islam është fe. Fe është Islam. Dhe thot Allahu, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ai i cili kërkon fe tjetër pas Islamit, nuk do të pranohet. Nuk do të pranohet. Pa nuk është valide. Nuk ka valide. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dhe ai në ahiret do t'jepi të humburve. Pra, i shkon mundi këtë, sepse s'ka pranu të Zoti. Nga ana tjetër,
Çfarë feje pat Isa? Çfarë feje pat Davud dhe Sulemani? Çfarë feje pat Musa? Çfarë feje pat Jakub e Jusufi? Jusufi قال o Zot, وتوفني مسلما والحقني بالصالحين. مرة شبيت المسلمان. Jakubi në stëm dekës. Tha vladët vetë, mos vdesni ndryshe, vetëm duke qenë musliman. Rritë Nuhi, dhe i fillim të dynjas. Këtë pejgamberët e kanë pas një din, islam, dhe ata kanë qenë musliman. I vetëmi sen që ndryshon janë legislacionet. Ndërsa baza, fundamentet, janë një. E që është islami. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrur në çka? La ilaha illallah. Adhurojnë një Zot. Adhurojnë një Zot. Ne muslimanë çka thirrëm? La ilaha illallah. Adhurojnë një Zot. Të gjithë pejgamberët kanë thonë nuk bën me bë Zotit rival shirk ortak. Të gjithë. Këtë e themi ne. Nuk bën të adhurohet askush pas Allahut. Të gjithë pejgamberët kanë thirrur në me besu me laçet, me besu pejgamberët, me besu kitapet, librat e Zotit, me besu ditën e Kiametit, me besu xhenetin, xhehenemin, dhe ne besoj. Të gjithë pejgamberët kanë falë namaz, kanë agjëruar. Asnjë prej tyre kur njet nuk ka pi alkool, nuk ka bëjë moralitet zina, nuk ka hamur me shderët. Pra, parimet të cilat e kemi ne, i kanë pasur edhe ata. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çka ka thënë për Musa alayhi salam? Po të ishte Musa i biri Imranit, babait e Imran. Po të ishte Musa gjallë i biri Imranit, nuk do të kishte pas rrugdole tjetër pas me pasej mua. Mua të më pasej. Në legislacion, në bazë një, por në legislacion. Isa alayhi salam, kur vjen në fund të dunjas, pak para se më bë kiameti, Isa vjen se pasus i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjikon me shariatin ton, me Koran. Nga ana logjike, a është një Zot. Pa një fe e dënë. E vetë ka zbit këtë fe. E ka përzgjedhur këtë fe. Pra të Allah ka thonë, o raditu lakum al-Islam e dinën. Ajeti fundit. Që ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një variant, transmetim tjetër, është i fundit në dispozit, hukum astimën nuk ka zbrit as halal as haram. Talëtën i ditë para se me dhejkë pejgamberi. Alayhi sallam ka zbrit në Arafat. Në haqëlem të mërës. O raditu lakum al-Islam e dinën. Unë pajtova, për ju zgjodha, Islamit jetë feja juaja. O ju njerëz. Ai që do Zotin, e besën Zotin, e dën takimin me Zotin. Dën me dalë në faqe të barë para Zotit. E ka një rrugë, dhe vetëm një rrugë, dhe nuk ka tjera. Ajo është rruga Allahut, rruga pejgamberit. Qysh Allah ka dhënë pejgamberit, thuaj, wa anna hadha sirati mustaqiman. Kjo është rruga jam, sirat mustaqim. Fattabi'uhu, pasani këtë. Wala tattabi'u subula, fatafarraqa bikum an dini. Dhe mos i pasani rrugisat e tjera, mos i pasani fetë e tjera. Nëse doni tarik mustaqim, nëse doni me dal para Allahut, me faqe të bardhë, e krenar, pasani pejgamberin Muhammed, pasoj Koranin. Kur e ke pasu pejgamberin Muhammed, e ke pasu Isa.
nëse veç ke qenë një krishter. E ke pasu e Musën, nëse veç ke qenë që fut. Ndërsa të krishterët dhe që futët, nuk e pasojmë pejgamberin. A na i besojmë Isaun, e besojmë Isauni. A i cili më hën Isaun për neve, qka është? Del pi feje. Del pi feje. A i cili nuk e besën Isaun alayhi salam, del pi feje, nuk o muslimanaj. A i cili nuk e besën Musën, del pi feje. Kështu që kër e besën pejgamberin ton, e besën Koranin, e ke besue Tevratin, Zëburit si librat shajta, për e ke besu pejgamber të Zotit, e ke besu Isen, e ke besu Musën, e ke besu Davudin, dhe kështu më radhë. Andaj, kjo është një intrig e shejtanit, dhe është si rezultat e ignorancës, si mësdijes. Njerëzit pa dije flasin, dhe gjuha është pej tullit. Të mundu mu të regu që i pëdim, të mundu mu të regu që jem begin ne, jemi tolerante, jemi, dikush thët të nafit Zotit, dikush thët nuk kam rënsi heq farë feje ke, me zemrën e mirë, dikush thët Zotit së nëzër për fejtë tonë, e tjerë, ani, grahni, një avë grahni, po s'kan kja është, vallaj s'kan kështu. Jemër ke kur se kanë kështu, s'ka me kanë kur din kiamet. Se ti po flet, hashamet. Ti po flet si bas unit tënë, egos tënë. Veç, pe pasën unin tënë, egon tënë. S'po flet me fakte, me argumente. E këtu në qështet fesë, në qështet me shefta. Në qështet i përkasin botës metafizike, botës me sheft, botës shpirtërore. Qysh flet njeri me hamendje këtu? Qysh flet? Po. Muslimani s'vanë pas si dyshime. Ja. Muslimani me dyshun këtë, le t'i bjen veti mas, le thëtë audhu billahi minash shaitanir rajim, se del prej dinit, thashone. Vetëm mundësi, vetëm ja shpres, nëse se ka dit, dhe ja të regon dikosh. Dhe të pëdi që po flet? Të pëdi që po flet? Qysh bëhat me thonë se fetet tjera kanë mirë. Ku e kanë mirë? Që ka dallë me thonë fetet tjera, a kanë të drejta, në të kuptim, kanë lirije, kanë punë të veta, neve shëriate na ordëran që të lem njerëzit lirë. Lëkëm dinu kom? O li e din. Ju keni fin tuaj, ne kemi fin tonë. Apo? Dhajet e tjera lejkë rafit din, nuk ka dhunën fejë. Dhajet e tjera thërreta me të mirë në islam, me të mirë. Po lemizej me të mirë, me të butë, nëse ka për mësue, me grushta, po me fakte, me argumente. Më na mi bit njerëzit. Nuk binden, o Muhammed, të si ki ndër zemrat e tyne. Pejgamberi dhe për të Zoti. Por krejt që nuk e thët që kanë mirë ata. Ja. Se me thënë se e kanë mirë është mja bërë rafsh. Mja bërë rafsh njerëzit të bosh munafik. Të hinë qeftirve. Pas shkan ke punë të hinë qeftirve. Sepse më rëqaf njerëzit. Dhe që e bje, ke punë i bje sikur se njerëzit njëse, oro, shkën dhe këndej. Tash, një shkën e thë që ati me shku ka ujqi, qëtëri ka rusha, qëtëri sa që është rruga këput, që ka dikun runa zët, rëziqe. Ti hajtë mërë që hajtë mërë mirë e kime qëtës. Po të nuk je njëri mirë, pra. Ti je njëri keq. Që shpithu njerëz vesni. Që thu, mo, a i smerësh, o, mo prezat Zotit, mo. O, mo të lutem. Mo! Dhe i thë, që ka gjithë të pëse pa më nalë? Ti thu, ka da e për të spikoj. Bë sabër, nuk bë me shku qanej. Pletoj që më rekesh. Ose rruga me rëziqe. Në këtë rast, fillimisht ju duke pak i randë. Apo? Por e pa të mirë? Po. Edhe me pak maturi, edhe e kuptej që të e ki mirë. Me pak maturi. Për ndrysha i cili nuk ngoj heq, edhe e mërvesh që ki mirë, për mërvesh kur të the krytë. Të në vanë. Ne nuk gëzëm të jem ashtu. Jo. Ne du të rëgojmë njerëzve. Me fe tjera,
Unë thash, razin, knatësin e Zotit së në fiton. Gjenetin së në fiton. As erë së në merë. Sepse, kështë thot Korani, prej fillimi deri në fund. Korani është liber i pandryshuar. Korani është taj që ka qenë. Në Koran nuk o fut dora insanit, si librat e tjerat me hersh. Ku edhe vetë ata, nuk e din cëlla është e Zotit, cëlla është e Rabinit, cëlla është e Priftit. Nuk e din. Wallahi nuk e din. Nuk e din. Sepse ka ndryshu librat e Zotit. E Allah për ata përmen Allah në Koran, thët, ju i këni ndryshu librat e Zotit. Nëse të partë të tyne, i këni ndryshu, këni marrë gudzim, i këni ndryshu librat e Zotit. Keni fshi që se e kakojt, keni shtu që e kakojt. E jo, s'ka në është të liber të Zotit. Nërsa liber jonë, asë shtu, asë paku, asë nuk ka ndryshu. Është i njëjti. Është i njëjti. E Koranit e të regon me së miri se sa fejan, se cilën fe pranën Zotit, me cilën fe fiton razin knatësinë e Zotit, respektive gjenetin e Zotit. Me cilën? Qele Koranit. Hoxh, këto është fundi për sonte. Faleminderit shumë. Allah i shpërblet. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision. Repriza është nesër nga ora 12. Mirë se takohemi në emisionin tjetër. Selam aleikum.